Një shtetas sirian është vënë në pranga pasi organizonte dhe zhvillonte veprimtarinë e dhënies ndihmë për kalimin e palishëm të kufirit kundrejt fitimit. Operacioni policor i koduar si Lugina 2 për goditjen e veprimtarisë kriminale të dhënies ndihmë për kalim të palishëm të kufirit kundrejt pagesës është finalizuar nga policia kufitare. Ky shtetas ndihmonte emigrantë nga vendet e treta që të kalonin në kufirin jeshil me Greqinë ilegalisht me qëllim kalimin në Malin e Zi dhe më pas në vendet e Bashkimit Evropian. Shtetasi sirian u kap në flagrancë gjatë natës në fshatin Vidohov, duke shoqëruar 6 shtetas egjiptian dhe sirian, 4 prej të cilëve ishin të mitur. Nga hetimet e thelluara të kryera prej disa muajsh, rezulton se ky shtetas e ka kryer disa herë këtë veprimtari kriminale më parë, por emigrantët janë kapur nga shërbimet policore në tentativë për të kaluar drejt Malit të Zi. Drejtoria vendore për kufirin dhe emigracionin bën me dije se vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Korç për veprime të mëtejshme.